Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër episod dedikuar rinis, energjisë pozitive dhe shumë biseda frymëzuese për të gjithë të rinjt shqiptar që po na ndjeki sot. Sot kemi të ftuar një artist I cili ka mbi 1 dekadë eksperiencë në vizatim, pikturë dhe skulpturë. Dhe kam kënaqësinë të ftoj në emision artistin e arteve të bukura Ersi Muça. Faleminderit Teresa. Mirë se erdhe Ersi. Ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi të jem pjesë e një laboratori, pjesë e një terminali, një rish nga të rinjt, aq më tepër të rinjt e diasporës. Dhe do të thoj që shpresoj që ky emision të shërbejë si inspirim për brezat e ardhshëm, për moshën time dhe për njerëzit e tjerë të cilët sapo kanë nisur rrugtimin e tyre artistike. Shumë faleminderit. TV Kanada, televizioni shqiptar në Kanada. Këtu mund të ndiqni çdo ditë emisione, dokumentar, filma, telereportazhe, lajme, muzikë dhe informacione të përditësuara për komunitetin shqiptar në Kanada. Një dritare që ju lidh me gjuhën, kulturën dhe identitetin shqiptar kudo që jeni. Na gjeni në platformën digjitale TV Alb, në kanalin 36, si dhe në YouTube me emrin Alb TV Kanada. Për marketing dhe reklama, na kontaktoni në albtvcanada@gmail.com. Alb TV Kanada, zëri I shqiptarëve në Kanada. Si ka lindur lidhja juaj me artin? A ka qenë një pasion që nga fëmijëria apo e keni zbuluar më vonë? Shiko, lindja ime me artin qelloi, domethënë kur isha I vogël, kam qenë diku ke 2-3 vjeç, kur mamaja ime, të cilën e përshëndes shumë, zbuloi atë talentin, sepse unë vizatova një peshk të vogël, në mur tek shtëpia. Dhe gjithmonë më thotë që ai peshku është një nga mrekullitë që ti ke bërë dhe nuk do ta bësh kurrë asnjëherë aq mirë se që ke bërë atëherë. Dhe që atëherë nisi. Pastaj aty filloi ajo që zbuloi talentin. Po. Ndoshta domethënë pak I vogël, 3 vjeç, jo se ishte ndonjë peshk, kush i di se çfarë domethënë Picasso apo etj. Por që aty ishte I fillimi, që prindërit e mi e kuptuan. Më pas që shkolla fillore, ku zysha fillores kuptoj që më vërtet kisha talent, kisha dorë. Dhe më pas ishte një nga profesorët e shkollës fillore, Spiro Panariti, I cili ai nuk jeton më nga Elbasani. Ndorroi jetë për shkak të Covidit, me keqardhje them. Dhe ishte ai një nga personat që me vërtet më frymëzoi. Domethënë, ai ishte një nga ato njerëzit të cilat për herë rëndësia së cilëve do mbahet mend rrugtimin tim. Sepse ai ishte pjesë artit akademik, artit të cilin unë u frymëzova që I vogël. Nuk kisha frymëzuar thjesht nga kukullat etj që ndoshta shumë të rinj nuk e kanë fatin, frymëzohen nga një art I tillë. Dhe aty nisi ajo e rrugtimi profesional. Më pas etj gjatë liceut, fillores etj që Ju keni mbi 10 vite eksperiencë në art. Si ka evoluar stili gjatë gjithë këtij rrugtimi? Okej. Evolimi I stilit filloi, siç e thash, nga pjesa akademike, art akademik në kurset të cilat unë trajnova, që ishte Shtëpia e Pionierit në atë kohë, nuk e di sot kam lëshuar emrin. Atje ishte pjesa fotografike e gjës. Domethënë unë u trajnova në mënyrë të bëja realitetin ashtu siç ishte, pa interpretuar realitetin. Dhe aty ishte momenti që unë u trajnova të kuptoja të vërtetën, dhe më pas, kur unë fillova liceun, stili im ndryshoi totalisht. Fillova ta interpretoja natyrën dhe jo thjesht ta kopjoja natyrën, të cilin një artist gjithmonë duhet ta ketë pjesën e interpretimit të natyrës, se thjesht kopimin e natyrës, sepse prandaj kemi aparatin fotografik.
Patjetër. Gjithashtu ju punoni në disa fusha, pikturë, skulpturë dhe vizatim. Cila prej tyre të përfaqëson më shumë shpirtërisht? Skulpturë. Them skulpturën me plot bindje, sepse jo vetëm se u trajnova gjatë liceut si skulptor, por e them skulpturën sepse skulptura është maja e çdo fushë arti. Pra, me skulpturë ti mund të jesh arkitekt, me skulpturë ti mund të jesh piktor, me skulpturë ti mund të jesh designer, mund të jesh industrial designer, mund të jesh fotograf, sepse dhe Michelangelo ishte arkitekt, skulptor, piktor, shkencëtar do thoja, në një farë mënyrë. Pra kjo është arsye pse unë e dashuroj skulpturën. Turpën, patjetër. Duke parë zhvillimin e artit sot, sidomos me teknologjinë dhe artin digjital, Po. si është të ardhmen e artit tradicional? A mendon se do të ketë të njëjtën vlerë? Mendoj që artistët e vërtet dhe artistët tradicional janë me fat që e kanë si gjuhë të tyre, pjesën e artit tradicional. Do thoj do bëj një krahasim midis kuajve dhe makinave. Kemi dhe kuajt në background. Dikur njerëzit përdorshin kuaj. Do thënë, ato i përdorshin për punë, për lëvizje, për shkëmbim mallrash etj. Dhe arriti pika që u shpikën makinat. Dhe kuajt ikën me një anë dhe njerëzit përdorshin makinat. Sot kemi AI-n, inteligjencën artificiale, të cilën shumë artistë pa përdoren, jam super por inteligjencë artificiale në një farë mënyre. Dhe do vi një pikë e caktuar që historia do përsëritet, siç ishte me kuajt dhe makinat. Pra, sot vetëm njerëz, domethënë shumica e njerëzve përdorin makinat, nuk përdorin njëri kuaj për lëvizje. Po kush i përdor kuajt? Vetëm elita, vetëm njerëzit që e kuptojnë vlerën e gjës. Dhe e njëjta gjë do ndodhet me artin tradicional. Të gjithë do përdorin AI-n për lehtësi dhe vlera e artit tradicional do rritet. Do rritet në çmim, do rritet në vlerë, do rritet në histori e kështu me radhë. Ersi, më bën shumë kurioze të dish sa e rëndësishme është për ty durimi në art, sidomos në një proces që kërkon shumë kohë dhe përshëndrim. Qartë. Durimi është shumë i rëndësishëm. Varet nga puna, të cilën ti po realizon. Një nga punët, po them, një punë që do 40 orë, 50 orë pune, duhet durim, pa diskutim. Ka momente që ti nuk je inspiruar, por me do e mos duhet të kesh durim dhe të arrish tek detajet që ti do. Por ka edhe raste kur nuk e durim, që ti nuk do të piktorosh fare, je thjesht, po duhet të kesh edhe disiplinën. Patjetër. Dhe durimi është pjesë shumë e rëndësishme e artit. Aq më tepër kur vjen puna tek arti tradicional. Më duket shumë interesante kjo situatë, sepse zakonisht arti kërkon edhe shumë përshëndrim. Patjetër. Për shembull, kur jeni duke pikturuar, a është problem ndërkohë që duke pikturuar të bashkëbisedosh me një të afërt, me një familjar, apo arrin ta menaxhosh kohën shumë mirë? Shiko, duhet përqendrimi dhe koncentrimi është shumë i rëndësishëm. Dhe do thojë që në art, kur je duke bërë pikturë, skulpturë, vizatim, çfarë lloj gjëje që të jetë, duhet përqendrim 100% dhe duhet arrish, ne i themi në gjuhën e artit flow state, ose ajo gjendje që ti e bën me në zero, nuk duhet kesh asnjë gjë në mjedisin tënd, dhe thjesht përqendrohesh all in aty tek puna. Kështu që mendoj që duhet zgjedhësh midis bisedës apo të bërë art. Kështu që nuk është diçka që Gjatë gjithë rrugtimi artistik që ju keni, me siguri ke realizuar dhe një numër të konsiderueshëm veprash. Po. Më lind kurioziteti sa piktura ke realizuar deri tani në këtë moment. Nuk është që kam me thënë drejtën. Cilën për tyre do veçoje? Pa siguri kemi edhe pikturën e Ersit? Shiko, pikturën që do ose punën, vizatimin, sepse unë, si thash, mbarova për skulpturë në Shqipëri, dhe u mora vetëm në skulpturë, e preka dhe pikturën, pa tjetër, por vizatimi ishte gjë kryesore, që se ti do të bëhesh skulptor e mirë, dhe një nga vizatimet që unë nuk do harroj kurrë, ishte gjatë verës së vitit të dytë, kur isha ke studia profesorit në Shqipëri, sepse unë punoja bashkë me profesorin atje, Elisu Shmerin, një nga mentorët e mi, të cilin përshëndes goxha shumë.
ai më tha vetëm këtë. Do të thënë kur mbarova punën, ishte një mace që po vraponte. Edhe për 2 orë e nisa kështu si kot e kot, se thjesht aty ishte makineri, aty ishte laborator, vetëm punohesh gjatë gjithë kohës. Dhe erdhi një moment, tha, e pyeta profesor si duket si vizatim, tha, në këtë pikë ti si artist nuk mendoj që ke ose nuk mendoj që të duhet më leksione nga unë. Dhe të konsideroj si kolegën tim. Oh. Aty ishe, tash më lidhet mish kur e them. Aty ishe pika që unë, domethënë, me vërtet kuptova që shiko se kjo gjë është serioze. Domethënë e kisha kuptuar edhe më parë, por atëherë që i starti. Ai starti që unë doja që tani thash është momenti dhe ti duhet t'jesh në për skena botërore, ti duhet t'jesh në për galeri botërore dhe kjo ishte ai momenti që unë asnjëherë nuk do harroj. Dhe është thjesht një vizatim i vogël, nuk është se është një gjë e madhe, po thjesht ajo që unë mora nga profesori, ai lesson ai ishte me vërtet do e mbaj mend për herë. Një pyetje më pak reflektuese, çfarë të ka mësuar arti për jetën jo vetëm për profesionin? Arti për jetën, arti është jetë. Po një nga gjërat që unë dhe mbart gjithë jetën është të qenit prezent në një moment caktuar. Shumë njerëz ditët e sotme janë shumë të zënë me punët e veta, të thjesht kapin trenin, autobusin, makinën, janë trafik, duhet iki këtu, duhet iki atje. Jo, domethënë arti nuk është ky. Arti është të qenit prezent, të shijosh të bukurën, të shijosh atë gjetën e pemës, të shijosh atë motin e ftohtë ndonjëherë, të thoja, atë borën, këtu që jemi në Kanada, ne e kuptojmë, ndoshta e kemi inat ndonjëherë, po që është me vërtet për të shijuar. Dhe do e paralizoje me Mark Aureli, nuk e din që nëse keni lexuar një nga librat e tij, Meditations, vetëm një ka. Ai bën përshkrimin momentin që ti pjek bukën, buka çahet. Dhe ai është një nga momentet më të bukura. Që ose shumë momente të tjera që sot në thjesht themi janë thjesht momente të zakonshme, që ne nuk i vjen mendsi. Po arti na mëson që të jeni prezent dhe të jetuarit në moment është shumë e rëndësishme. Të kuptojmë ajrin, të kuptojmë shumë gjëra. Që kjo është një nga gjërat që unë jam falënderues që A ndikon ambienti përreth teje në mënyrë direkte apo je një nga ata artistësh që mund të pikturosh kudo ku ndodhesh? Ambienti është një nga gjërat më kryesore që ndikon tek një artist. Do marr për shembull Van Goghun, nuk e di një Van Gogh piktor holandez. Piktorët e Van Goghut gjatë kohës kur ai ishte në Holland, ishin shumë zymta, siç është dhe Holanda vet. Shumë e zymt, shigja gjithë kohës. Dhe çdo gjë ishte paleta ngjyrave, ishte gri, ishte ajo e verdha e errët, çdo gjë ishte e zymt, siç thash, ai është hile e errët, ngjyrat e tokës përgjithsisht. Kur Van Goghu iku në Francë, një pjesë e post-impresionizmit atij ishin ato arët e bukura, domethënë ato ngjyrat e ndezura. Dhe aty kuptojmë se sa rëndësi ka ambienti ku ti je. Pra do të them që momentet saktuara ti si individ nuk je në gjendje, domethënë si artist nuk je në gjendje të bësh diçka të bukur në një ambient të shëmtuar. Kështu që patjetër duhet të ndihesh komfort. Patjetër, sepse është energjia që ti merr gjatë gjithë kësaj kohe. Kështu që edhe atë energji që konscienca jote e thith, transmeton në subkonsciencë dhe paraqet në të lajo. Kështu që kështu është ai raporti që unë e shoh në vizionin tim dhe është shumë e rëndësishme që duhet ta zgjedhësh ambientin ku ti punon, patjetër. Duke qenë edhe artist edhe pedagog. Po. Sa ndikon, duket vërtet një kombinim i bukur, por sa ndikon mosimdhënia në mënyrën se si ti e sheh artin tënd? Sa ndikon mosimdhënia në mënyrën si e shoh unë artin tim? Pyetje e bukur. Vetë gjykues do thoja. Sepse në moment që ti i shpjegon studentit, unë merrem më shumë me pjesën e adoleshentëve, i shpjegoj atyre, pjesën e artit e tjerë. Ti në momentin që fillon një punë tënde, pikturë, skulpturë, çdo gjë që tjetë, je akoma më shumë vetë korrigjues, sepse mendon ti sikur je studenti vetes tënde. Dhe
patjetër që ndihmon, sepse një artist mëson jo vetëm në lice, universitet e tjerë, por gjithashtu mëson dhe gjatë gjithë jetës së tij, është shkollë, gjithë jeta e tij është shkollë. Kështu që kjo është mënyra se si unë e shoh të gjithë gjën. Duke qenë se punon edhe me studentë, duket vërtet shumë interesante, dhe nëse shet tek një njeri mungesë besimi, mund të themi, ose mos vetbesim, Okej. por ka të dëshirën, talenti për të ecur para ose dëshirën për të pikturuar, shet diçka, një talent. Po. Si do inkurajoje që të vazhdonte përpara? Punë. Nuk ka inkurajim, është fjalë e madhe, nuk diskutohet që dëshira është shumë e rëndësishme, është një nga gjërat më të rëndësishme, por puna është më e rëndësishme. Disiplina është shumë e rëndësishme. Jo gjithë janë të motivuar, jo gjithë janë të inspiruar, sepse gjej shumë artistë që nuk kam inspirim, kam atë bllokimin artistik, jo, nuk është ashtu. Domethënë ti duhet punosh dhe nëse nuk ndihesh i inspiruar, sidomos në artin tradicional. Teknikisht ti nuk zhvillohesh duke prit që të vijë inspirimi. Inspirimi mendoj që ekziston, por në shumicën e rasteve është thjesht një fjalë që përdoret nga artistë të cilët nuk kanë një vizion të caktuar për artin e vet. Dhe do thojë që disiplina është shumë e rëndësishme. Një virtuos si Mozarti nuk mund të prisë për inspirim. Më thënë, ose Beethoveni, ai me vërtet ishte një moment Beethoven ishte shurdh, nuk gjonte fare. Kupton? Dhe në atë moment ai thjesht bëri kryeveprat e veta. Ku inspiru? Domethënë ku lind inspirimi? Kështu që ishte disiplina, do thoja. Është shumë e rëndësishme. Disiplina është shumë e rëndësishme. Inspirimi gjithashtu tek një nivel, po disiplina është një gjë e kryesore patjetër. Dhe diçka që më bën shumë kurioze është sipas teje çfarë bën një vepër arti që të mbetet gjallë? Një vepër arti që është shumë faktor, nuk është vetëm një. Do thojë do fillojë me cilësinë. Cilësia punës është shumë e rëndësishme, sepse Michelangelo ose Mona Lisa da Vinci do jetoj kohës dhe ajo banane, nuk e di ke për, është një banane që u ekspozua dhe u ble nga një milioner, një art konceptual që as art nuk quhet. Ajo nuk reziston kohës, ajo thjesht është aty për kohën, nuk është thjesht si Michelangelo që do shërbej si shkollë për brezat e artshëm. Kështu që mendoj që i shërben historisë, i shërben studentëve në momentin që arti ka vlerën e caktuar dhe ka teknikën e mirë të gjës. Shuma monetare nuk diskutohet, sepse shuma monetare është pjesë e artistit, se kush je etj dhe kush ka bërë pikturën, por që mendoj gjëja kryesore është teknika, është vlera, është sa e mirë teknikisht është një punë e caktuar që ti jetoj kohës. Sigurisht që çdo rrugtim ka edhe sfidat e veta, vështirësitë e veta dhe jam e bindur që edhe ju keni kaluar ndër to. Cila ka qenë një ndër sfidat më të mëdha dhe si të ka mësuar nga ana profesionale? Sfidat, unë sinqerisht domethënë vetë personalisht nuk i shoh gjërë si sfidë. Nëse këtë do e quaj sfidë, do ishte momenti që unë para se të vija në Kanada, 3 muaj para. Unë kisha ëndër të studioj në Rusi, në Leningrad, si quhesh e dikur, unë e them Leningrad, por Shën Petersburg është sot, ose Moskë. Rusia ishte një nga ëndrat e mia, që kur unë futa në lice, etj, se u kultivova me metodologjinë ruse dhe aplikova te një nga shkollat më të mira në Moskë, ku aty mora bursë 100%. Dhe çdo gjë u krye, domethënë shteti ishte gati të paguante për vendin ku unë të rrija, çdo gjë, unë thjesht duhet të ikja studioj atje. Dhe pa pritur, fillon e madhërishmja që ne dhe themi luftë. Nuk u mërzita, përkundrazi, i thash vetes që një derë mbyllet, një tjetër hapet. Dhe thash, domethënë nuk mendova si një gjë që më bllokua. Unë akoma dëshiroj kulturën ruse në pjesën e artit, sepse ka vlerë dhe do ketë vlerë. Dhe pastaj erdha në Kanada. Dhe si më mësoi kjo, është ajo që thash, pra një derë hapet, një derë mbyllet. Që edhe fati, domethënë gjithë secili fatin e tij e ka caktuar. Kështu që prandaj është ajo që thash, dhe duhet jemi edhe prezent
në kohën tonë etj. Kështu që kjo ishte Si e përkufizoni ju suksesin si artist? suksesi si artist. Artisti ka dy suksese. Është diçka që lidhet më shumë me njohjen publike apo me mbushjen personale? Po, atë do daleshe. Imagjinoj si një piramidë ose një trekant që do thoja. Sukses monetar dhe sukses shpirtëror. Artisti duhet të gjejë një balancë midis këtyre të dyave, që është shumë e rëndësishme. Suksesi monetar nuk diskutohet, do jetë atje me ty gjithkohës, momentin që ti fokusohesh ke pjesa e biznesit artistik, jo vetëm si artist, sepse Picasso, Da Vinci, gjithë artistët e mëdhenj ose Rembrandt etj. Historikisht sepse arti historikisht që në kohën e Egjiptit antik, arti ka shërbyer, arti dhe legun kanë qenë një bashk. Domethënë dhe arti dhe paraja do thoja kanë qenë bashk. Dhe skulptorët punoshin për faraonin, skulptorët punoshin për papën, skulptorët punoshin për prifterin, për mbretërit ose piktorët. E njëjta gjë është dhe sot me artin, që piktorët duhet punojnë për ato lloj kategoria njerëzish. Dhe është shumë e rëndësishme që një artist duhet fokusohet tek ajo gjë, sepse pa diskutim, në fund ditës do jetosh, apo jo. Nuk do vdesësh si puna Van Goghut, që ishte thjesht, unë do bëj art dhe kaq, domethënë, dhe tash është i famshëm sot. Dhe pjesa kur thonë njerëzit që artistët vdesin të varfër, unë jam super kundra asaj lloj gjëje, sepse nuk ekziston. Dhe në fund ditës nuk je artist, sepse të bësh para është art në vete. Por është dhe pjesa shpirtërore, që ti duhet arrish të frymëzosh brezin e ri, që është shumë e rëndësishme. Duhet arrish të t'japësh frymëzim tek njerëzit e tjerë, nuk është thjesht unë po bëj art dhe po bëj artin për lek, por ti duhet të bësh artin dhe për një pjesë njerëzis të cilët duan të vlerësojnë dhe duan të rriten profesionalisht. Dhe qëllimi im si artist është një momenti që një person shikon artin tim, duhet që ai të frymëzohet dhe duhet që të ketë një nisje, një start vetin, ashtu siç unë u frymëzova nga profesori Lisi kur isha në lice, që ky ishte një art që unë doja të krijoja etj. Edhe aty nisi çdo nga unë. Kështu që unë mendoj që artisti plotësohet nga këto dy anë, monetare dhe shpirtërore. Kështu që Çfarë është një gjë e vogël, ndoshta e thjeshtë, por që të motivon çdo ditë për të vazhduar dhe për të ecur përpara? Okej, nuk duhet të përsërish për të njëjtën gjë, sepse është disiplina ajo që duhet, sepse motivimi, siç thash, është i rëndësishëm, por çfarë më motivon është lufta me veten, që është shumë e rëndësishme, që nuk ka njeriu ka kompetitor, por kompetitori kryesor është vetja jote, që është shumë e rëndësishme. Dhe mendoj që një tjetër gjë që më motivon është vizioni im, që një ditë unë dua të kem galeri galeritë të mia, Erste Mucha Studio, të jenë gjatë gjithë komplet në rrugëzim toksor. Domethënë, ndoshta duket si një ëndër e parealizueshme, por nuk mendoj që ka një gjë që nuk realizohet. Dhe galerinë nëpër Europë, galerinë në Kanada, New York, Amerikë, dhe kudo që ka ardashës. Dhe këto janë ato stacionet që dua unë të arrij personalisht. Kështu që kjo është një nga gjërat që më motivon dhe do mbetet kjo unë gjatë gjithë kohës. Dhe për të gjithë të rinj që të shohin si inspirim dhe kanë dëshirën për të qenë pjesë e botës artistike, çfarë mesazhi do ju jepje? Okej, të rinj. Gjëja kryesore është puna. Talenti pa punë nuk ekziston. Domethënë talenti është 1%, puna është 99%. Nëse keni 2% talent, jeni Picasso. Domethënë nuk keni asnjë lloj, po që do thoya puna. Domethënë net pa gjumë, dhe të keni një vizion. Qëndroni besnik tek ai vizioni juaj dhe vetëm punë. Dhe nëse punoni, patjetër që do arrini diku. Po nëse thjesht prisni për mundësinë, pa punë, asgjë. Dhe Walt Disney ka thënë një gjë shumë të rëndësishme, që është një nga artistët e mi preferuar. Ai ka thënë që mundësia është një bish që është e panjohur. Dhe duhet keni parasysh që kjo bish duhet ju gjejë duke punuar.
Kështu që në momentin që arrini atë lloj bishe, atë që kur takoni atë lloj bishe, atëherë e keni arrit atë që ju gjithmonë kërkoshit. Kështu që Tani do të kalojmë te një pjesë më dinamike të intervistës, që unë do t'jap 2 pyetje dhe ju do zgjidhni vetëm njërin prej tyre pa u menduar gjatë. Gati? Po. Piktur apo skulptur? E morëm përgjigjen për të. Skulptur. Ngjyrë apo bardhëzi? Bardhëzi. Muzikë gjatë punës apo shqetësi totale? Të dyja. Pushime në natyrë apo në qytet, në vende më të zhurmshme? Në natyrë. Mëngjes produktiv apo mbrëmje kreative? Mbrëmje kreative. Planifikim paraprak apo spontanitet në moment? Paraprak. Punë individuale apo bashkëpunime të tjerë? Punë individuale dhe inspirim për të tjerë. Art klasik apo prekje moderne? Klasik. Frymëzim nga natyra apo dhe nga njerëzit? Nga natyra. Për të gjithë artistët apo të rinjt shqiptarë që kanë dëshirë për t'ju kontaktuar, ku mund t'u gjejnë? Atëherë, në Instagram është Erse Mucha Studio. Aty do të gjeni pikturat e mia, lajmërime për ekspozita ndryshme, ato publike, sepse kam dhe ekspozita private gjithashtu. Dhe është thjesht veni ku mund të kontaktoni në Instagram. Shumë faleminderit Ers. Kjo ishte intervista jonë me Ersi Muchën. Ishte kënaqësia jona që të kishim sot në studio. Dhe së bashku me Ersin ne duam të japim një mesazh për të gjithë të rinj shqiptarë që po na ndjekin kudo që ndodhen. Besoni në veten tuaj, punoni çdo ditë edhe kur duket pak. Mos u dorëzoni, fokusoni në qëllimet tuaja, sepse ëndra sot është larg, por nesër është tek ti. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në episodin e radhës. Ju ftoj të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Alt TV Kanada.